Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni dhimbje kockash dhe gjuri, mos i injoroni këto shenja. Ja çfarë tregon kjo për shëndetin. Gjunjët janë nga pjesët më të forta të trupit, por edhe problematike për shumë persona. Kur një gjuhë dhëmb apo akoma më keq të dy prej tyre, kjo ndikon menjëherë në jetën tuaj të përditshme. Nuk mund të ecni lirisht, të uleni dhe të ngriheni dhe njësër problemesh të tjera. Por, a e keni menduar ndonjëherë pse ju dhëmbin gjunjët? Ka disa shkaqe dhe sëmundje të cilat e shkaktojnë këtë simptom. Dhe këtu ne do të shpjegojmë disa prej tyre. Dëmtime dhe frakturat. Nëse ju dhëmbin gjunjët apo njëri prej tyre pasi keni rënë apo keni pasur ndonjë dëmtim, me siguri keni thyer një nga kockat apo keni shkaktuar ndonjë frakturë. Nëse dhimbjet janë të vazhdueshme dhe të padurueshme, duhet në çdo rast që të konsultoheni me një mjek specialist. Ndonjëherë frakturat mund të ndodhin pa rënë ose pa pësuar, trauma të forta, por edhe duke i përdorur gjunjët në lëvizje ose pozicion të gabuar për një kohë të gjatë. Ky sforcim ndodh kur ju i përdorni gjunjët tuaj më shumë nga sa ata mund të përballojnë dhe përpasoj ju filloni dhe të ndjeni dhimbje. Dëmtime ligamentesh. Nëse kryeni aktivitete sportive si vrapi, futbolli apo basketbolli dhe dëgjoni që gjunjët tuaj papritur kërcasin dhe ju shkaktojnë dhimbje, atëherë mund të keni dëmtuar ndonjë tendinë. Kjo gjithashtu ndodh kur ligamenti është dëmtuar pjesërisht apo tërhequr nga ndonjë lëvizje e sforcuar e gjunjëve. Dëmtimi i ligamenteve të kofshës gjithashtu. Nuk duhet të kujdeseni për muskujt dhe kockat e gjurit, por edhe për ato përreth tij, të cilat ndihmojnë me lëvizjen. Gjithashtu quhet ndryshe simptoma libiotiale dhe ndodhet në pjesën e brendshme të kofshës tuaj. Në raste të dëmtimit, ajo mund të irritohet, mund të fryhet, duke ju shkaktuar dhimbje në pjesën e gjunjëve. Osteoartriti. Kjo është një sëmundje e njohur e cila prek kockat dhe shkakton njësër problemesh kronike. Nëse gjunjët ju dhëmbin, keni vështirësi të vazhdueshme të përthyeni dhe të ecni, me shumë gjasa vuani nga osteoartriti, sidomos nëse këto dhimbje fillojnë pas moshës 65 vjeçare, kur kjo sëmundje është shumë më e përhapur. Artriti inflamator. Përtej dhimbjes dhe fryrjes së gjunjëve, nëse vuani nga artriti inflamator, mund të ndjeni dhe shqetësime të tjera anësore. Mund të ndjeni të sëmur, të keni temperaturë apo të ndjeni të dobët njësoj, sikur ju të jeni prekur nga artriti apo gripi, kur sistemi imunitar i juaj lufton një sëmundje autoimune në organizëm, ai lufton dhe njëkohësisht të dobëson edhe gjunjët tuaj. Sëmundje të ndryshme prekin edhe organe apo pjesë të tjera të trupit, dhe në rastin e artritit inflamator, ai prek dhe gjithashtu dëmton gjunjët. Bursiti. Kjo sëmundje fryn në gjunjët tuaj dhe shkakton dhimbje në to. Ju ndodh personave të cilët peshojnë për një kohë të gjatë dhe të vazhdueshme presion në gjunjët e tyre. Bursiti shkaktohet nga fryrja e qeskave të vogla të mbushura me lëngje brenda gjunjëve, të cilët fryhen dhe irritohen. Çarja e meniskut. Një dhimbje e menjëhershme, sidomos kur peshoni mbi gjunjët tuaj, mundet që të shkaktojë çarje të meniskut. Mundet që kjo të ndodhë në të dy gjunjët ose vetëm në njërin për shkaqe të ndryshme të cilat nisin që nga mosha dhe deri tek dëmtimet e përditshme. Dhimbja mundet që të jetë mjaft e madhe dhe e dukshme pasi gjunjët munden që të fryhen. Çfarë të bëni? Në qoftë se dhimbja është e padurueshme dhe njëkohësisht e dukshme, siguroni që ju të ndaloni çdo aktivitet i cili ju shkakton atë. Dhe nëse dëmtimi është i lehtë, ajo duhet të kalojë gradualisht, por nëse është kronike, është mirë që të konsultoheni me një mjek për të marrë diagnozën e duhur. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, artriti septik, bursiti,
cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet mund të mbështeteni tek mjekësia alternative e cila mundet që të rezultojë shumë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe piperit të kuq djegës mundet t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë të rrezonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Ju duhet 2 lugë piperi kuq dhe 1 lugë vaj ulliri. Përzieni që të gjithë përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme antiinflamatore dhe në këtë mënyrë tepër efikase ai trajton dhimbjet e gjurit. Mjafton që të ngrohni për 3 minuta vaj në kokosit dhe pastaj ta vendosni në gjuhë duke e masazhuar atë lehtë me duar dhe më pas e lini atë që të veprojë disa orë dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Më parë, ju duhet të konsultoheni me mjekun për çdo recetë që ju vendosni të aplikoni. Nyjet më të rëndësishme në tërë trupin ton janë gjunjët meqense na ndihmojnë në lëvizje. Gjithashtu gjunjët janë të rëndësishëm dhe vendimtar për drejtimin, meqense na ndihmojnë në ulje dhe lëvizje të tjera që ne performojmë çdo ditë. Inflamacioni i këtyre nyjeve mundet që të sjellë vështirësi dhe njëkohësisht të zvogëlojë lëvizshmërinë tonë. Në rast të inflamacionit ju duhet që të veproni shpejt sepse kjo është mënyra e vetme për të shmangur dëmet që mund të sjellin tek gjunjët tanë. Në këtë video, ju do të mësoni për një ilaç tërësisht natyral dhe shumë të rëndësishëm i cili është në gjendje që të qetësojë dhimbjen në gjunjë për disa minuta. Por, jini të vetëdijshëm se dhimbja në gjuhë mundet gjithashtu që të shkaktohet edhe nga mbipesha, lëndimet, përpjekjet e forta fizike dhe artriti, prandaj hidhini një sy kësaj recete. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 e verdhë veze, 2 lugë krip, fash elastike. Udhëzimet: rrihni të verdhën e vezës dhe e përzini atë me krip. Si ta përdorni? Aplikoni disa nga përzierjet në pambuk dhe vendoseni direkt në gjuhë, si edhe përdorni fash elastike për ta izoluar atë. Pambuku duhet të qëndrojë në zonë për 2 orë për veprim. Ju duhet ta kryeni këtë praktikë me fasha 4 herë në ditë. Kompresat e ngrohta. Kompresat e ngrohta mbi gjuhë ndihmojnë gjithashtu në largimin e dhimbjes në mënyrë natyrale. Kompresa duhet mbajtur mbi gjuhë për 15 minuta. Shafrani indis. Shafrani në indis, që është më efikase medikamentet si ibuprofeni, mund të konsumohet çdo ditë për të zbutur simptomat e artritit dhe dhimbjet e gjurit. Atë mundet që ta pini çdo ditë duke e shoqëruar me xhenxhefil. Xhenxhefili. Konsumimi i rregullt ditor i xhenxhefilit ofron një zbutje të ndjeshme të dhimbjes së gjurit gjatë ecjes dhe pushimit të trupit. Zjeni 1 centimetër xhenxhefil në 1 gotë ujë. Si të parandaloni dhimbjen e gjurit fal aktivitetit fizik? Sipas të dhënave, dhimbja e gjurit si pasojë e artritit mund të kurohet duke rënë në peshë dhe duke bërë aktivitet fizik. Aktiviteti fizik i bën muskujt përreth gjunjëve më të fortë. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.